Okej, zoti Blushi, zoti Kliçi, zoti Balla. Zoti kryetar, sot është një ditë në fakt dhe duhet të jetë një ditë shumë e rëndësishme si për llogaridhënien, ashtu edhe për transparencën. Dhe i vetmi mekanizëm në këtë seancë që garanton këto dy element është debati, janë edhe pyetjet. Unë e kuptoj që i vetmi manual që ju keni është manuali i kodit omerta, sepse shumica prej jush në fakt kanë dosje në një institucion i cili është gjymtyra më e shëmtuar e këtij regjimi represiv dhe për më tepër që unë dhe besoj shumica e kolegëve të mi kushtetutës, pa lemët rregullores. Nuk duhet të kemi dhe nuk kemi asnjë iluzion. Sidomos pas raportit të OSBE-Odirit për të folur për institucione të pavarura në një regjim ku shteti dhe partia janë shkrirë në një. Ndaj, ju ftoj të lejoni debatin, të lejoni pyetjet dhe të mos kini frikë nga transparenca. Unë e kuptoj që ju kini frikë nga krimet tuaja, sepse të gjithë prej jush këtu janë me dosje në një institucion i cili këto dosje o i përdor për shantazh, o i përdor si mjet për të garantuar këtë pushtet kriminal, siç e faktoi edhe raporti i fundit i OSBE-Odirit. Ndaj lejoni që kjo seancë sot të garantoj transparencën dhe llogaridhënien për këto institucione të cilat me vetdije dhe me qëllim ja bërë palë e një regjimi represiv në radhë të parë ndaj qytetarëve dhe sidomos ndaj opozitës. Me dy liderët e opozitës, të cilët në mënyrë të veçantë janë trajtuar nga këto institucione gjëra të pavarura si armiq. Dhe ku në fakt janë këto institucione që nuk kanë bërë asgjë tjetër vetëse janë sjellë si armiq me liritë dhe të drejtat e njeriut, si armiq me demokracinë dhe pluralizmin politik. Ndaj çlirohuni nga komplekset e krimeve tuaja, çlirohuni nga makthet dhe hajdutëritë që i keni bërë buxhetit të shtetit dhe lejoni që kjo seancë të zhvillohet në radhë të parë për qytetarët që duan të dinë se ku kanë përfunduar dhe ku përfundojnë taksat e tyre. Faleminderit. Zoti Kliçi. Atëherë, i nderuar kryetar, të kalojmë në një propozim konkret. Ne po bëhet gati 2 orë që kemi filluar këtë seancë. Po të shihni të dy drejtuesit e institucioneve kanë përshtypjen i kanë marrë pyetjet, se ne i kemi depozituar që në fillim, dhe kanë patur kohën e mjaftueshme edhe për të marrë informacion, për t'i lexuar dhe i ftoj edhe ata të ngrihen minimumin në nivelin e integritetit komisionerit kundër diskriminimit, që javën e kaluar këtu në këtë foltore, ju drejtua juve personalisht duke ju thënë që ai nuk është sekretari ndonjë deputeti që të lexoj pyetjet e deputetëve. Minimalisht, po, që ishte herën e shkuar. Po, ndodhi, javën e shkuar këtu. Minimalisht, këta zotrin të nderuar, të ngrihen në nivelin e integritetit atij individi. Këta janë drejtues institucioneve prej vitesh. Kanë qenë në këtë foltore, kanë raportuar, e din procedurën e raportimit, e din se si zhvillohen pyetjet, e din të gjithën dhe sigurisht nuk besoj se ajo që thoni ju që po intimidojnë deputetë e opozitës prokurorët, ka ndonjë njeri që mund ta marrë seriozisht në këtë vend. Këta prokurorë që përballen në sallën e gjyqit me kriminalet dhe me bandat më të rrezikshme të vendit, të thuash që po intimidon opozita, kjo është qesharake. Se kush i merr këta prokurorët në telefon, se kush u kalon në telefon kryeministrin e vendit, e din mirë ata. Dhe nuk ka një deputet opozite, apo ndonjë përfaqësues të opozitës që ka ndonjë hall sot, apo është me një udhtim punë në Bullgari diku tjetër që të ketë një hall. Kështu që kalojmë në një procedurë konkrete. Futemi në rend normal të ditës, kanë mbi 2 orë që lexojnë pyetjet tona. E kanë marrë informacionin në komision, edhe kur kanë qenë, kanë ardhur me stafet e tyre dhe prandaj procedura në komision është ndryshe nga salla e kuvendit. Në komision për shkak se vinë me stafe, vinë me ekipe, i kanë aty ndihmësit
nuk depozitohen me shkrim pyetjet paraprakisht në sallën e kuvendit, duke u bazuar ka ajo praktikë që ju e përmendet edhe pak më parë, për këtë arsye depozitohen me shkrim që të marrin informacion dhe kur të vinë të vetëm para foltores për të raportuar, të kenë informacionin paraprak të gatshëm. Gjithashtu kam dhe një kërkesë tjetër, do doja që të kemi bazuar në 31 rregullores edhe një ndryshim në rendin e ditës. Do të kërkoja të futet pikë diskutimi çështja e raportit final të SBO Dirit për zgjedhjet për farsën e 11 majit. Është një ndër raportet më të zi të depozituar të shkruar zyrtarisht për një proces zgjedhor në Shqipëri, është faktuar mungesa e ndarjes shtetit me partinë, me administratën publike, është faktuar shitblerja votës, është faktuar fenomeni i intimidimit të administratës publike, janë faktuar roli patronazhistëve, është faktuar fakti që gara nuk ka qenë e barabartë, është faktuar shkelja e ligjit dhe për këtë arsye kjo është një çështje madhore që mendoj do duhet ketë edhe adresimin e kësaj salle të kuvendit në seancën e ditës sotme. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla. Për ne nuk ka asnjë surprizë e gjithë kjo lojë e cila është bërë publike nga mediat për vendimarrjen tuaj për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës. Kemi rënë dakord, zoti Blushi Kuvajti, se thej që lejoni debatin. Kemi rënë dakord për zhvilluar 12 orë e gjys debat. Është kështu apo jo? Pra 12 orë e gjys debat. Kemi rënë dakord për këtë. Që ta dëgjojë edhe populli dhe pastaj ai na gjykon. Kemi rënë dakord sipas rregullore, sipas manualit dhe janë depozituar të paktën për 2 pikat e para të rendit ditës 25 edhe 57 82 pyetje, se të paktën me matematikën jemi më mirë se ju. 77. Kështu që për gjitha këto kemi dakordsi të plot. Dhe sa i përket pyetjeve, u sqarua më së miri, sepse imagjinoni 82 pyetje herë 3 minuta që të prezantosh ti një pyetje, i bie 226 minuta ose 4 orë e pak. Ndërkohë që merrni proces verbalin e konferencës kryetarëve, se ju keni një problem shumë madh. Ju bini dakord për të mos rënë dakord. Kemi rënë dakord, e keni sjell edhe me shkres, verba volant scriptum manem thoshte latini, e keni sjell edhe me shkresën tuaj, dakordsinë për kohën e debatit, dakordsinë edhe për pyetjet. Pyetjet dhe i keni sjell, shumë faleminderit. Tani, për ta sjell seancën në shinat e rregullores. Në mungesë të kryetarit të grupit, zoti nën kryetari i grupit, më lejo të them se bazuar në rregulloren e kuvendit në 103, kjo është rregullore. Ftesa juaj, kërkesa juaj për të shkelur rregulloren as sot, as nesër, as pas nesër, as pas i muaj nuk do ta marrë dakordsinë tonë. Prandaj i nderuar zoti drejtues seancës kryetari i kuvendit, bazuar në nëna 49 dhe 52 të rregullores, kërkoj 15 minuta pushim për një bisedë bashkë me ju dhe 2 kryetarët e grupeve prezent. Në rast se nuk do të kemi dakordsinë tuaj për të vijuar, ju bëjmë dije se bazuar në 49 do të kërkoj ndërprerjen diskutime dhe kalimin votim. Faleminderit. 15 minuta pushim. Okej, atëherë ftoj kryetarët e grupeve parlamentare të diskutojmë për mbarvajtjen edhe vjushmërinë e seancës. Takohemi mbas 15 minutash.
Zoti Kliçi, Zoti Blushi, Zoti Mediu, Zoti Balla, ju lutem të takohemi për diskutim.